Të dashur miq, përshëndetje, mirë se erdhët dhe sot në Të jetosh besimin. Ju kujtoj që sot është dita e 40. Kemi u thuar së bashku pak minuta çdo mëngjes për 40 ditë me radhë dhe me hirin e Zotit do të vijojmë ta bëjmë deri në ditën e fundit të këtij viti. Sot do të flas për dashurinë. Pali tek Efesianët 5 vargu i 2 thotë ecni në dashuri. Pra, sot do të tregoj për dashurinë si mënyrë të jetuari. Nga historia botërore, një figurë e jashtëzakonshme që e jetoi dashurinë si trashëgimijete është Francesku i Asizit. Ai ishte biri i një tregtari të pasur në Itali. Kur kam lexuar për herë të parë jetën e tij, jam mahnitur nga çfarë ai lejoi Zotin të bënte brenda tij dhe nëpërmjet tij në botën që e rrethoi. Si biri i një tregtari të pasur, me një të ardhme të sigurt dhe jetë rehatshme përpara, ai vendosi një ditë që jeta e tij nuk duhet të matej më nga ajo që ai grumullonte, por nga ajo që ai do të jipte. Kështu Francesco hoqi dorë nga pasuria, nga fama, nga siguria personale për të jetuar mes të varfërve, të smurve dhe të braktisurve. Nuk predikonte me fjalë të mëdha, por me mënyrën se si ai jetonte. Francesco thoshte: predikoj ungjillin në çdo kohë dhe nëse është e nevojshme, përdori fjalët. Kur shën Francesku vdiq, njerëzit nuk flisnin për strategjitë e tij, por për dashurinë e tij. Ata mbanin mend mënyrën se si i kishte parë, si i kishte dëgjuar, si i kishte prekur, çfarë dinjiteti u kishte dhënë. Dashuria pra ishte trashëgimia e këtij njeriu. Siç dhe Aristoteli do thoshte, ne jemi ajo që bëjmë vazhdimisht. Francesku i Asizit nuk bëri një akt të vetëm dashurie, por ai jetoi çdo ditë me dashuri. Më lejoni të ndaj disa të vërteta të rëndësishme që dua t'i mbani mend. E para, dashuria është mënyrë të jetuari dhe jo moment. Pali nuk na thot ndjeni dashuri, por ecni në dashuri. Dashuria nuk është një episod emocional, por ritëm i jetës. Francesku i Asizit nuk zgjodhi një ditë ishte i dashur, e ditën tjetër të ishte ndryshe, por ai zgjodhi një jetë të tërë. Dashuria e tij ishte e përditshme në fjalë, në sjellje, në vepra. Kierkegaardi do të shkruante, dashuria nuk është një ndjenjë që vjen e shkon, por një detyrë që zgjidhet çdo ditë. Së dyti, dashuria ndërton trashëgimi shpirtërore. Vjen një ditë që pasuria mund të humbas, emri zbehet, pozitat harrohen, por dashuria jeton në kujtesën e njerëzve. Francesku nuk la pas prona, por la një frym që vazhdon ende sot. Trashëgimia e tij nuk ishte materiale, por shpirtërore. E vërteta e tretë, njerëzit mbajnë mend si i bëjmë ata të ndihen. Në fund të jetës, njerëzit rrallë herë do të mbajnë mend fjalimet tona. Ata do të kujtojnë më shumë. A i respektuam, a i dëgjuam, a i bëm të ndiheshin më të vlefshëm, më me vlerë. Francesku i bënte njerëzit të ndiheshin të parët dhe më të dashurit. Kjo është trashëgimi që nuk shuhet. Filozofi romak Seneca do të thoshte, jeta është e shkurtër, por mirësia e lënë pas është e përjetshme. Ndaj, më lejoni të ndaj me ju në fund disa pyetje për t'i menduar. Pyetja sot nuk është sa shumë dim për dashurinë, por çfarë trashëgimie po ndërtojmë nëpërmjet mënyrës si duam. Si do të më kujtojnë njerëzit, për fjalët apo për zemrën time? A jam duke ecur në dashuri apo vetëm po flas për të? Gjithashtu, dashuria si trashëgimi jete me shumë mundësi do të duket kështu. Ti je i butë në një botë të ashpër. Ti je i durueshëm kur të gjithë të tjerët vrapojnë dhe nxitojnë. Ti je i drejtë kur është më e lehtë, ti je indiferent. Të duash pa kalkuluar shumë dhe pa përllogaritur shumë. Ndoshta nuk do të ndryshosh botën, historinë, si shën Francesku i Asizit, por mund të ndryshosh historinë e një njeriu sot. Mund të jetë biri, bia, mund të jetë bashkëshorti, mund të jetë nëna, mund të jetë një i afërm. Dhe për Zotin, kjo mjafton. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti dashur, bëje jetën time një dëshmi dashurie. Më mëso të eci çdo ditë në dashuri, jo vetëm me fjalë, por me vepra, me mënyrën si jetoj. Le të jetë dashuria ime trashëgimia që lë pas, dhe emri im të lidhet me emrin e birit tënd, në emrin e Jezusit. Amen. Bekimet e Zotit me ju miq, shihemi sërish nesër.